Mërgjimtarët drejt vendlindjes për pushime, kjo është gjendja në pikat kufitare. Me afrimin e festave të fundvitit, mërgjimtarët e Kosovës ngasin rrugët e gjata drejt vendlindjes së tyre, duke sfiduar temperaturat e ulta dhe rrugët e lodhshme, të udhëhequr nga dëshira për të qenë pranë familjarëve dhe të afërmve. Të larguar nga vendet ku punojnë dhe jetojnë gjatë gjithë vitit, nga qytetet e zhurmshme të Evropës e deri te fshatrat më të qeta, ata rikthehen për disa ditë të shenjta, duke sjellë ngrohtësinë e shtëpisë dhe aromën e festave në vendlindje. Me mbërritjen e tyre, pikat kufitare të Kosovës zakonisht shihen si arena ku lindin pritjet e gjata dhe kolonat e makinave të targave të ndryshme. Megjithatë, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se situata aktuale është ende e menaxhueshme. Sipas informacionit zyrtar, pritja për të hyrë në Kosovë në vendkalimin kufitar tek Dheu i Bardhë është 1 orë, ndërsa në Jarinje 15-20 minuta.